që prej 1 majit ishulli më i madh i vendit prej vitesh i pa eksploruar do të jetë i hapur për turistët. Sazani ishte një ishull enigmatik, por më shumë se gjysmë shekulli. Operacionet ushtarake që kryeshin atje magjepsën publikun gjatë luftës së ftohtë. Sot aty gjenden veç gjurmë të së shkuarës, godina të vjetra e teje të amortizuara të qytetës dedikuar ushtarakëve. I vetmi vend ku sheh lepujt e egër të rendin mes rrugëve, pyje të vegjël dhe arkitekturë të vjetëruar italiane. Të haruar, tashmë në pritje të investimeve që mund t'i kthejnë pak shkëlqim nga e shkuara. Në kodrat e ishullit gjenden rreth 3600 buker, disa prej të cilëve janë krevate dhe karrige. Nëse viziton Sazanin ke mundësinë të shohësh tunele dhe llogore nga koha kur ishte bazë ushtarake, për t'i bërë ballë sulmeve nukleare nga perëndimi. Ishulli që dikur ishte bazë 3000 trupave ushtarake, në vitin 2010 u shpall park i mbrojtur. Aty pyjet e plazhet nuk mungojnë, nuk ka hapësira të pafund, por ka ujëra të kthjellta që mes dallgësh po shpërisin thirrjen për t'i eksploruar. Guida për Sazan ofrohen tashmë nga grupe guid operator të licencuar. Ky ishull është edhe pika e tyre më e fortë për këtë sezon turistik, e duket do ta marketojnë gjatë. Lajmi për hapjen e ishullit është pritur me shumë entuziazëm, jo vetëm nga ne që e njohim dhe ja dim thesaret, por edhe nga të gjithë ata që prej vitesh kërkojnë ta vizitojnë. Kemi mbyllur kështu guid tur private, por edhe masive për të huajt, kryesisht nga Europa lindore. Në Sazan koha ka ndaluar, kjo është unike. Grupi i parë i cili prek brigjet e ishullit është stafi i turizmit në bashki që shoqëron turistët e huaj, që pavarësisht erës nuk ngurojnë ta shijojnë udhëtimin nga Gjiri i Vlorës drejt ishullit. Me një skaf privat drejt Sazanit, u nis edhe aktoria e njohur hollywoodiane Eliza Dushku, imazhi i këtij viti i kampionatit botëror të aeronautikës. Për kreun e bashkisë së Vlorës, ishulli ka një simbolik të veçantë, pasi i rikthen fëmirinë e kaluar aty. Është iniciativa e re e Ministrisë së Ekonomisë dhe Turizmit, në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, me Bashkinë e Vlorës dhe me të gjithë faktorët e tjerë që do të bashkërendojnë punën për ta bërë ishullin e Sazanit një hapësirë turistike në ansamblin e hapësirës turistike të gjithë territorit të Bashkisë Vlorës dhe të gjithë Shqipërisë. Sot është tentativa e parë, pjesë e grupit do të jetë edhe aktoria hollywoodiane shqiptare me origjinë shqiptare Eliza Dushku, e cila ndodhet në Vlorë për hapjen e kampionatit botëror të parashutizmit ose hedhje me parashutë të lira dhe të precizuara. Unë vërtet e mbështes një iniciativë të tillë, kam qenë një nga promotorët që ishulli i Sazanit të bëhet i vizitueshëm dhe i aksesueshëm për të gjithë ata që kanë dëshirë të bëjnë një ditë aventure gjatë pushimeve të tyre, dhe Sazani është vërtet një atraksion i tillë. Në Sazan, interesantja që do të gjykoja unë, përveç se një ishull, i vetmi që ne kemi, me përmasa të tilla, ajo që kam shumë interesante është se është një vend që duket sikur koha ka ndaluar 25 vite më parë. Objektet buara janë ashtu siç kanë qenë kur banorët e fundit u larguan që aty, kanë ruajtur arkitekturën e viteve të diktaturës, siç i quajnë tani më brezat e rinj. Ka godina italiane të ndërtuara nga në kohën e fashizmit që përbëjnë një thirrje për të gjithë ata që janë të apasionuar pas arkitekturës, pavarësisht se të dëmtuara. Është baza ushtarake ose pjesa e molit në ishun e Sazanit, natyra fantastike, ka pyje të vegjël pishe, është i vetmi vend ku ti mund të kalosh rrugës dhe të shikosh lepujt e egër që shëtisin nëpër rrugë. Dhe vërtet është një thirrje për të gjithë ata që duan natyrën. Pastaj Bregdeti, fantastik. Nuk është se ka plazhe të mëdha gjigante, po uji është shumë i mirë, është i kthjellët për gjithë ata që kanë dëshirë që të zhyten absolutisht një atraksion në vete. Sazani është një vend dhe një destinacion që vlen të vizitohet, dhe për gjithë ata që nuk kanë shkuar, është një zbulim të cilin nuk duhet që t'ja privojnë vetes tyre. Sazani u përdor nga italianët si bazë ushtarake derisa komunistët e rimorën. Sazani që diku njihej me emrin Saseno ishte projektuar për t'i bërë rezistencë edhe sulmeve nukleare. Por tani, Bashkia e Vlorës shpreson ta kthejë atë në një pikë tërheqëse për turistët.